Pasi që tani jemi në sezon të verës, jemi në kohën kur i presim bashkëdhetarët tanë, vëllezërit e motrat tona që i kemi në gurbet. I presim këtë ditë me na ardhë e inshallah vinë shnoshe mirë. Inshallah e rrugtim është rrugtimi i hajrit. Pa lëndime, pa ndëshkime, pa lodhje të rrugës, pa dyshim që kanë me qenë, por lodhje tjera të cilat shkaktohen gjatë rrugtimit. Lusim Allahun xhalla shanuhu për bashkim të baballarëve me evladët e tyre, të nënave me fëmijët e tyre, me nipat e mbesat e tyre. Lusim Allahun xhalla shanuhu që lotët e plegjve, e prindërve, e gjyshërve, për nipat e mbesat të bëhen në lule në xhennet kur ata do të kalojnë në amshim. Ky gurbet dhe kjo ndamje e popullit tonë në dysh, disa këtu e disa atje, pa dyshim që i ka të mirat, i ka dobit, por fatkeqësisht i ka edhe damat, edhe të ligat, edhe të metat, edhe gabimet që bëhen gjatë kësaj kohe të verës kur vinë gurbetçarët. Secili prej neve kemi gurbetçare në familjet tona. Nuk besoj që ka dikush që se ka dikë në Evropë apo më gjatë. Të gjithë ne, kur dojmë me bo një gazmen familjar, i presim me mall ata dhe krejt datat e fejesave, martesave, synetive, përgëzimeve, i organizojmë, i orientojmë këto data kur vinë gurbetçarët. Por e keqja e kësaj është që po ndodh me dekada, për fat keq, po hasim shumë në rastet e gazmendeve tona familjare. Kemi dalë pak prej kontrollit. Kemi dalë si popull pak prej binarëve. Sidomos në martesë. Nga se martesa duhet ta kuptojmë dhe ta dimë se është njëna prej momenteve më të rëndësishme që mundet një përjetu një person. Me martesë neve nuk kuptojmë, apo kuptojmë bashkimin e dy personave, një djali dhe një vajze, një mashkulli dhe një femre, të cilët i japin besën njëri tjetrit, besatohen, zotohen, lidhen me marrëveshje të nikahut, sipas urdhrave kuranore e traditës profetike dhe traditës së vendit. E lidhin në jetën e tyre për njëri tjetrin, e kurorëzojnë me një nikah të lejuar fetarisht dhe kjo quhet martesë. Martesa në fakt është një mbrojtës i fuqishëm nga haramet. E ruan nderin, e shton respektin e ndërsjellët midis çiftit. Martesa në fakt duhet më konë apo është garancioni i një gjenerate të fuqishme, të fortë, të pastërt e të shëndetshme. Përmes martesave ne kemi pasardhës të shëndetshme. Përmes martesave të lejume sipas fesë të mes një burri dhe një gruaje. Çdo martesë tjetër nuk na bjen neve një gjenerat të fuqishme. Nuk na sjell neve një gjenerat të pastërt. Nuk na sjell neve një gjenerat të fortë. Përmes martesës së një djali dhe një vajze, ne kemi gjenerat të pastër dhe të fuqishme. Nga çdo smundje dhe nga çdo tmerrje. Allahu xhalla shanuhu në Kur'ani famlar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin." O ju që keni besuar, mos i bani haram, mos i ndaloni të mira që Allahu xhalla shanuhu ja u ka lejuar juve, dhe mos e teproni, nga se Zoti Allahu nuk i don ata të cilët e teprojnë. Pra ato shka keni halal, atë veprojeni. Mos i bani haram njerëzve ato shka është halal.
E ajo çka është haram, çka është e ndaluar, ndalojeni njerëzve. Thoj, kjo është haram, kjo s'bën. Dhe po thot, kur shka do që të veproni, mos e teproni. Wala ta'tadu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Mos e teproni se Zoti si do ata që teprojnë. Në martesë, në fejesë, në varrim, në xhami, në vetur, në tesha, në haje, në namaz, në agjërim. Në agjërim, pejgamberi a.s. nuk ka leju mu agjëru çdo ditë jashtë Ramazanit, çdo ditë mu agjëru. Të paktën ka thonë një ditë po, një ditë jo, të paktën. Vetë ka agjëru të hanë e tetë. Namaz, ka thonë mu falë, po jo gjithë natën mu falë. Me shku me flejtë, du të me pushu, nesër me shku në punë. Valla, unë e s'du me dalë prej xhamis, jo, du të me shku në punë. Me fitu se fëmija lypin. Pra, në se cilin sen, Zoti neve për në thotë, se cilin sen është me karar, është me caktim. Edhe ibadeti, edhe dynjaja. Ceremonit tona të fejesës e të martesës, në fakt, kanë qenë vazhdimisht shkaktarët kryesor të afrimit me zvete. Kanë qenë shkaktarët kryesor të shprehjes së lumturisë të ndërcjellët. Kanë qenë kohët, momentet kur janë forcu lidhjet tona farefisnore. Sikur në çdo punë, edhe në çështjet e ceremonive gazmore, në martesa fejesa, ne barometër e kemi fen tonë, islamin. Feja na ka leju neve dëfrimin, duke e pas parasysh çështjen e mahremietit në mes të burrave dhe të grave. Pra kemi të lejuar, mu mbledh burrat në një vend dhe gratë në një vend tjetër dhe mbrana të lejumës më knaq për martesën e dajës, nipit, mbesës, djalit, vllaut, këta diun, këshis. Por mbrana asaj çka na në fakt para një 30 vjetë e kena pas adet. Kush u martu para 30 vjetë e din. E din se u duke me shku një 4-5 shtëpia më nej me thirr filanin, hajde se po thirr filan. Telefona s'ka pas. Gratë ju kanë më lart një 5-6-100 metra, burrat ju kanë diku tjetër. Edhe fëmijën i çoshim janë shko banë çto shko thuj, çto shko merresh, çto shko çosh. Maksimalisht janë pa shumë pak burrat me gratë. Pra Islami e lejon një gjatë tillë, edhe defin e lejon, po edhe pak muzikë me lshu e lejon, po hoxha po thot muzika haram. Me lshu pak te gratë muzikë, ne të kthejnë gratë pak. Po jo me këty gruaja gjysmë lakurish para burrave të huaj. Jo me hi lodrazhia midis grave në bartondin edhe me këshyr me lyp pare te secila gru që është e vesh në kurqushiq. Haram është. Vallahi është haram. Billahi është haram. S'ka kur farë, kërkun s'munesh me thonë që ka një të lejune, jo. A që kena bo darsat ma herët, po. Ajo konë shumë rregull. Si pas fesë tonë, nuk është e lejume dhe nuk është as pak në rregull që të përzihen burrat dhe gratë në një ambient të vetëm. Të mos ketë kufi zhveshja, nuk është e lejume, nuk është në rregull. Nuk është në rregull të qëndrohet në atë vend ku pihet alkooli dhe rakia. Nuk lejohet që për darsmat dhe gëzimet tona të përdoret gjuajtja e armëve. Nuk lejohet që ditë e natë, 24 orë, pa ndërprerje, me lshu muzikë, me i shqetësu këjshit të tjerë pse ti ki darsën dhe pe marton djalin dhe nipin, e dikush ndoshta është smut dhe është në shtrat të vdekjes. E është ndoshta me fëmijë shumë të vogël që i ka lind tash e nuk i rahatohet natën. E ti ki gazmen dhe me lshu deri në 2-3 sabahit muzikën. Nuk e përkon me fen tonë. Në vend që të organizohet një drek shumë e thjeshtë, modeste, të bëhet një dua shumë e sinqertë, shumë e thjeshtë, dhe të kehet një shkëmbim mes miqve të dhuratave, të mehrit. Sot darsma tona janë shëndru një sfilat harxhimesh të kotë. Këto darsma me kaq harxhime, me kaq teprime, vetëm se e humbin shpirtin e martesës midis të çiftit. Khairun nikahi aysara, ka thënë pejgamberi alayhis salam. Martesa më e mirë është ajo që ka mas pakti shpenzime. Harxhimet marramensme që janë të teprume
po i ftohin ose po i largojnë trit nga martesa. Në përdarsma duhet ne kur kemi darse më shumë duhet me këshyr, me kënaq Zotin se sa me i kënaq të tjerët. Asnjëherë nuk kënaqen të tjerët. E kënaqësia e Zotit është mbi të gjitha. Me shku sipas parimeve që ka më kënaq Zoti. Më mundu me i kënaq 300 veta është e pamundshme. Andaj ne të këshyrim me i kënaq, me kënaq vetëm Allahun xhaleshanuhu, jo me këshyr shafojnë njerëzit dhe çka bëjnë njerëzit. Se pastaj nëse këshyrim me i kënaq njerëzit në vend të rahatis, e merr vendin zahmeti dhe vështirësia, në vend të dashurisë e merr vendin urrëtia dhe në vend të bereqetit e merr vendin borxhi të cilin i fusin fëmijët tanë në për borxhe. Wa ankihul ayyama minkum, po na urdhon Kur'ani neve të gjithëve, po na thot dhe martoni ata të ri dhe të reja që janë të pamartuar. Nga se neve e kemi obligim me i martu fëmijët tanë, me u bon sebeb për u martu fëmijët tanë. Kurse pejgamberi alayhis salam ka thonë dhe pe përfundoi, innal mudhabbirina, Allahu xhaleshanu në Kur'anin e Kerim thot, innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ata që shkapërderdhin, që shkapërderdhin pasunin, janë vëllezër të shejtanëve. Ata të cilët thojnë hajt se një herë kam martu djali dhe bëjnë harxhime marramendse, të cilët e shpërndajnë parën, e qesin me 1000 euro tupangjis, edhe këngëtarit, edhe i ndajnë parët me pa të tjerët. Këta njerëz po thot Allahu xhaleshanuhu Kur'ani Kerim janë vëllezërit e shejtanëve. Dhe me shku ti si hoxh, e me shku si xhami, me thon kena nevojë të klimën, na duhet me pagu rrymën, thot këshyri veç pak s'pas na tima ose s'pas na parë. E me shku një fukara, me thon kam nevojë diçka, për një shpenzim mujor, thot jo, banja qarën vetës. E çta njerëz janë vëllezër të shejtanëve sipas Kur'anit, jo sipas filanit dhe fistekit. Andaj, lutim Allahun xhaleshanuhu të jemi syhapur, të jemi vigjilent, darsmat t'i bëjmë, martohen trit tanë, t'ja u lehtësojmë martesën, gjithmonë brenda suazave të normales, të lejumës dhe të halalit, e jo të ato që po ndodhin fatkeqësisht në vendet tona, që po shpërdoret dhe ke shpërdoret çdo gjë që quhet morale dhe etike. Lutim Allahun xhaleshanuhu që të na mëshirojë të vdekurit tanë, të na shërojë të smurit tanë, gjithë atyre që kanë ngajle dhe kasavete. Allahu xhaleshanuhu ja u lehtësoft. E kullu qouli hadha, astaghfirullahi li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.